Si ndikon duhanpirja tek gratë shtatzëna? Gratë shtatzëna janë të ndaluara të pinë cigare. Unë jam pjesa e mjekëve agresiv në këtë aspekt. Për mendimin tim, kjo jo vetëm bazuar në mendimin tim, por bazuar në studimet të mëdha që janë bërë te gratë shtatzëna që kanë pirë cigare, dëmtimet janë në nivelin e bebit, dëmtimet janë në nivelin e nënës. Mungesa e oksigjenit qoftë për nënën në një moment që trupi saj është duke ndryshuar dhe duke I dhënë jetë një trupi tjetër, dhe mungesa e oksigjenit në nivelin e placentës, pra aty ku zhvillohet embrioni dhe të gjithë fazat që kalon baby brenda trupit të nënës, është një moment kyç, por dhe një moment shumë rëndësishëm. Mos harrojmë që është detyrë e çdo nëne për të arritur, për të siguruar për fëmijën më të mirën. Dhe sigurisht që në një moment kur trupi I saj është duke përjetuar ndryshime shumë të mëdha, dhe për vetë nënën, dëmtimet janë shumë më të mëdha se sa do ishin nëse do ishte vetëm. Pra pa fëmijë brenda. Është ndaluar kategorikisht, në shumë vende diskutohet për dënime për nënat që konsumojnë cigare në momentin që janë shtatzëna, kështu që dua ta përmend këtë për arsye për të kuptuar thelbin dhe rëndësinë e lënies së duhanit në mënyrë kategorike në momentin që kemi shtatzani. Sigurisht që shpeshherë ndoshta shtatzanit nuk ndodhin të planifikuara, kështu që ne na duhet kohë që të heqim dorë nga një zakon I cili na vën një situatë të papritur, por mos harrojmë që kjo e papritur ose kjo situatë që ka ndodhur kërkon angazhimin ton të plot. Angazhimin ton të plot si njerëz, angazhimin ton të plot në zakonet e jetës, në ushqim, në mënyrën se si e përjetojmë ditën tonë, në mënyrën se si bëjmë gjumet tona, në mënyrën se si pamundësinë që ne kemi për të marrë medikamente gjatë asaj periudhe, kështu që të gjitha këto faza janë shumë të rëndësishme për të kuptuar rëndësinë që ne kemi dhe përgjegjësinë patjetër për ta folur këtë gjë me gratë shtatzëna së pari, por dhe gruas në tërësi për ta marrë këtë hap dhe për të vazhduar më tutje.